situatë është më e komplikuar në Tiranë dhe pa diskutim që është më komplikuar, sepse edhe po ta analizosh gjën, përveç që Rama që do që ta fitojë Tiranën, pjesët e tjera janë që edhe brenda vetë Partisë Socialiste ato që thatë ju mbështetjet e Vilijajt apo grupet e tjera, janë të cilët nuk do duhet të ketë triumf të Gerda Menesiliut pas jasë. Pra, të thua që ka dhe tjerë brenda PS-s që nuk duan fitoren e Menesiliut. Pa diskutim. Po ka i problem atë e do Rama, kështu që do e ta fitore e do Rama. Dakord, pavarësisht që Rama e do, po mos harrojnë që, kole, çdo perëndori nuk është shem mbi një ditë. Dhe nuk është shem as për një javë, edhe apo një muaj, po ka dashur të fillojë problemi nga brenda, edhe brenda Partisë Socialiste, brenda majoratës ka probleme shumë të forta, realisht pavarësisht që nuk janë shfaqur publikisht. Dhe kjo duhet pranuar. Do të pranoj po them që ka tani një, do përdor termin komplot ndaj Ramës, që kuptojnë që njeriu i cili do duhet tani që t'i bëjmë presion në gjithë format, në gjithë mënyrat, që t'i shpëtojë problemet që kanë njerëzit brenda Partisë Socialiste, ju duke pa parasysh edhe retorikën e fortë që ka të gjithë Zoti Berisha dhe gjithë Partia Demokratike dhe gjithë opozita që Rama kontrollon gjithçka, që nuk është e vërtet, absolutisht kontrollon gjithçka, nuk pretendoj që s'ka kontroll, ka kontroll aq sa ka, sepse këtu aq është Shqipëria, por që të ketë kontroll Rama totalisht, sidomos në sistemin drejtësisë, sidomos mbi spagon dhe gjithë kjo është e pa justifikueshme. Pse? Se i bishë gjithta i ka fut në burg Rama. I ka fut Rama. Dhe që ka zgjedhur Sali Berishën nga burgu dhe i ka dhënë logon dhe siglën Edi Rama. Ka shumë që e thonë këtë. Ma jep kundër argumentin. Kundër argumentin, ma thujti, kundër argumentin nuk ka pra. Oferta e Berishës sot që thot, oferta e Berishës sot që i thot ati, i shketë qënë dhe thot, atë qyteti Berishë, jata vetëm që i thot 101, thot, unë të pranoj, po ma bëllë senatin, se këtë atini do të bëllë Shelin, ti më bëjë senatin, se thot Rama, pra oferti oferta, doktori po legjitimon çdo gjë që po kërkon Rama. Tani, Berisha, me këte propozim që ka bërë sot, përfundimisht nuk ka me opozit, nuk ose nuk intereson totalisht opozita, fare, intereson vetëm problemet të veta, interesojnë që të ketë statukon e senatorit përjetshëm dhe të disa figurave brenda Partisë Demokratike, senator, Albana Vogshi, dhe heqja listave mbyllës dhe ketë ndryshim kotë zgjedhor, dhe nëpërmjet mbas ketë listë mbyllur do votojnë më. Senati është listë mbyllur, senati. Dhe nëpërmjet përqindjes, nëpërmjet përqindjes do marrë numrin e partitë politike, janë dhe senatorët të cilët janë kriteret